Prokuroria e Fierit ka sekuestruar 15 pasuri të luajtshme dhe të palojtshme të dy shtetasve, NB dhe EB Vëllezër, pasi nuk justifikonin pasuritë e tyre të krijuara ndër vite. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier sekuestroi 15 pasuri të luajtshme dhe të palojtshme të shtetasve NB dhe familjarëve të tij, i dyshuar për kryerjen e veprës penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Në kuadër të hetimeve të vitit 2019 të regjistruara mbi bazën e referimit të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, ku kishte dyshime se shtetasi NB nëpërmjet familjarëve të tij ishte përfshirë në veprimtarinë e pastrimit të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, u konstatua se vlerat monetare të përfituara nga aktiviteti kriminal ishin investuar në blerje të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, të cilat përdoren si mjet për pastrimin e produkteve të veprimtarisë kriminale. Prokuroria mbështetur në fakte dhe të dhënat e marra, vlerësoi të kryej verifikime të thelluara mbi pasuritë dhe asetet në pronësi të subjektit të dyshuar dhe pas administrimit të provave të nevojshme, regjistroi kryesisht procedimin pasuror numër 2 datë 13/11/2025. Nga hetimet u dokumentua fakti se shtetasi NB në datë 19/6/2017 është dënuar nga gjykata e kurorës së Shrewsbury në Angli për prodhim të lëndëve narkotike. Po ashtu edhe shtetasi EB Vëllezër në datë 19/4/2024 është dënuar nga gjykata e kurorës së Leeds për të njëjtën vepër. Nga veprimet e deritanishme rezulton se në pronësi të shtetasve NB dhe EB dhe familjarëve të tyre janë pasuri të paluajtshme apo llogari bankare, të cilat nuk justifikohen me të ardhurat dhe këta dy shtetas nuk dokumentojnë origjinën dhe mundësinë ekonomike për fitimin e këtyre pasurive. Mbështetur në këto të dhëna me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier dhe me miratimin e gjykatës Fier, u vendos sekuestro mbi pasuritë si apartamente, garazhe, sipërfaqe toke në Tiranë dhe Kavaj dhe llogari bankare me shuma të konsiderueshme.